Timore e Kosovës, institucion bazë për funksionimin e shtetit dhe kthimin e sovranitetit fiskal, gjatë shënimit të 26 vjetorit të themelimit, nënvizoi se si strategji për të ardhmen, mes tjera shpejtet digitalizimi dhe çastja që të ketë më pak ndëshkime, më shumë këshillime. ATK është ndërtuar paralelisht në shtetin tonë, nga një administratë e krijuar në rrethana të vështira, në një institucion modern, profesional dhe të besueshëm. Kontributi i saj ka qenë vendimtar për stabilitetin fiskal, ndërtimin e institucioneve dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Iniciativa e dytë ka të bëjë me një reformë që po mundohemi me bë për burimet njerëzore, ku do të rekrutojmë një numër të madh të stafit të ri, kurse pjesa e stafit të vjetër do të kanë mundësinë ideale për të përshuar përmes procesit të mentorimit dijen dhe udhëheqjen e tyre tek këto punëtorë të ri që të bashkohen ATK-s. Krahas reformimit të shërbimeve, administrata tatimore vetëm gjatë vitit të kaluar shënoi të hyra prej 1.336 miliardë eurove, nga të cilat vetëm bizneset llogaritet se kishin qarkullim rreth 25 miliardë euro. Pavarësisht asaj se viti i kaluar u quajt vit historik për këtë institucion, janë shënuar arritje të jashtëzakonshme si në rritjen e të hyrave të mbledhura, ashtu edhe në përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve ndaj tatim paguesve. Dhe një nga treguesit të kësaj performance është edhe tejkalimi i shifrës 1 miliard euro të hyrat nga tatimet, një nga faktet që dëshmon edhe rritje të besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit.